Imagjinat apo vizualizim? Unë nuk I rekomandoj në shumë meditime të tjera, përveç Lotus Ocean, në më shumë meditime thohet që imagjinoj që për shumë do kesh shumë lekë dhe do të fitosh të lekët. Aleluja. Ose do shërosh në një smundje me imagjinatën tënde. Kjo do të thotë që ti, pra nuk I rekomandoj, janë gënjeshtra. Të humbasësh mendjen tënde, që do thotë je në botën e imagjinatës, ke ngecur aty, nuk je në realitet. Atëherë ti nuk do të fitosh ndonjë gjë të mirë nga kjo. Dhe unë I rekomandoj pra tek meditimi Lotus Ocean, pra bëjmë se si ti të vish tek e tanishme në mënyrë që ti jesh e vetëdijshme për veprimet që ti do bësh, që të mos bësh gjëra të gabuara. Por, më afër dita, po çfarë atëherë duhet të vizualizojmë? Çfarë vizioni duhet kemi? Okej, dakor. Në fakt duhet të vizualizojmë diçka. I vetmi vizualizim që duhet kesh është nëse ti do zgjedhësh një punë apo nuk do zgjedhësh një punë tjetër, nëse do bësh një veprim, pra përpara se ta bësh veprimin, mund të vizualizosh çfarë pasojash do kem unë nga ky veprim, të kesh një vizion të qartë. Vetëm atëherë mund të vizualizosh. Pra për gjëra konkrete, për gjëra që të ndihmojnë, dhe jo për imagjinata, sepse nuk je në realitet. I vetmi vizualizim është të vizualizosh pasojat e veprimit që do bësh përpara se të bësh veprimin. Shifemi tek seancat e meditimit Lotus Ocean.